thonë Rasulullah alayhi salam, dunjaja është për 4 njerëz. Njeri të cilët i ka dhënë Allahu azza wa jall dije edhe pasuri, edhe i mëson njerëzit edhe ju jep njerëzve për hir të Allahut. Ky është i pari. I dyti, njeri të cilit i ka dhënë Allahu azza wa jall dije, po nuk i ka dhënë Allahu azza wa jall pasuri. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, e ky njeri thot vetë me veti, sikur të kisha pas pasuri, kisha dhënë sikur filani. Do më thonë, ky dijen e vetë shpërndan, po pasuri s'ka. Thot, sikur të kisha pas pasuri, kisha dhënë sikur filani. E këta dy në shpërblim janë bashk, janë njëjtë, po shkak kojna, po shkak njetit tina që e ka pas. Sikur të kisha pas pasuri, kisha dhënë. E shef pozita e njetit. I treti, njeri të cilit Allahu azza wa jall nuk i ka dhënë dije, po i ka dhënë pasuri. E ky është shumë koprac. Edhe i përdor pasurinë e tina veç në harame. E shef kur i mungon dija. Shembulli i tina është që kë. Edhe njeri i cili nuk ka pasuri, as nuk ka dije, po vetë me vete thot, sikur të kisha pas pasuri, isha ba sikur filani, ja kisha bo bashkë që shpja banaj, isha shku bashkë aty ku po shkanaj, bashkë atë pije kisha pi, bashkë me që ata njerëz kisha najt. E këta dy në shpërblimin e tyne, të harameve tyne jetë njëjt. Ky ka pas pasuri, e ka ba haramet, ky s'ka pas mundësi as haramet me i ba, vise ka thonë vetë me vete, sikur të kisha pas, isha ba sikur kë. Do më thonë, zgjedhe të cili grup po donë me kanë. Nëse Allahu azza wa jall nuk të ka dhënë pasuri, atëre gjaje dikan kanë do me bë shembull, thuj isha bë sikur filani, sikur të kisha pas pasuri. S'ka dhënë Allahu shumë dije, thuj me pa pas dije isha munu m'ja bë çu shpja ban. Ai dikush për njerëzve që i ka dhënë Allahu dije, e gjithmonë munau me pasru jetën tanë, se dije që shpërblimi yt është në bazë jetës tanë.